Forcat e armatosura të Shqipërisë dhe trupat të ushtrisë amerikane kanë zhvilluar një stërvitje të përbashkët në zonën e Bizës të fokusuar tek përdorimi i dronëve Puma, të cilët janë dhuruar vendit tonë nga SBA-t. Ambasada amerikane bën të ditur mbajtjen e stërvitjes përmes një postimi në rrjetet e saj sociale, duke nënvizuar se teknologjia amerikane vijon të luajë një rol kyç në forcimin e sigurisë dhe kapaciteteve mbrojtëse të Shqipërisë. Ushtria amerikane kreu stërvitje të përbashkët me ushtrinë shqiptare mbi operacionet me dron Puma në zonën e stërvitjes në Bizë, duke rritur aftësitë e mbikëqyrjes dhe mbledhjes së inteligjencës së Shqipërisë. Ky bashkëpunim do të çojë përpara gatishmërinë në fushën e mbrojtjes dhe do të mbështesë interesat e përbashkëta strategjike për një të ardhme më të sigurt për qytetarët tanë, njofton ambasada amerikane. Sa i përket dronëve Puma, ata shërbejnë për vëzhgim dhe mbledhje informacioni në terren. Fillimisht ata ju dhuruan forcave të armatosura të Shqipërisë në vitin 2021, kur anëtarë të Gardës Kombëtare të New Jerseyt asistuan dhe trajnuan batalionin e dytë të këmbësorisë për përdorimin e tyre. Anëtarët e Gardës Kombëtare të New Jersey u udhëtuan në Shqipëri këtë javë për të kryer fluturime simuluese me sistemet ajrore pa pilot Puma të sapoblera. Pumat ju dhan forcave të armatosura shqiptare si pjesë e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara ndaj batalionit të dytë të këmbësorisë. Ushtarët e Gardës Kombëtare të New Jerseyt kanë kaluar javën duke ofruar mbështetje për kolegët ushtarak shqiptar me inventarin, mirëmbajtjen dhe trajnimet mbi pajisjet e reja. Një nga ushtarakët e Gardës Kombëtare të New Jerseyt, Togeria e Parë Çollaku, ka lindur në Shqipëri dhe është transferuar në Amerikë kur ishte adoleshente. Ajo tani është oficere e ushtrisë dhe ky program, partneriteti ndërmjet shteteve, është veçanërisht domethënës për të, pasi kthehet në Shqipëri. Thuaj aso kohë në njoftimin e ambasadës amerikane për rastin